Në Vlorë u prezantua këtë të premte raporti vjetor i Avokatit të Popullit për vitin 2025. Në aktivitet morën pjesë autoritetet e larta të shtetit dhe të pushtetit vendor, drejtues institucionesh, drejtues të gjykatës së Vlorës, policisë së shtetit, si dhe qytetare përfaqësues të shoqërisë civile. Takimin e hapi kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri, e cila theksoi se raporti përfaqëson një nga shtyllat kryesore për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe forcimin e marrëdhënies së besimit ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve publike. Sipas saj, institucioni Avokatit të Popullit duhet të shërbejë si një urë komunikimi për ndërtimin e një administrate sa më pranë qytetarëve. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për prezantuar një raport institucional, por jemi këtu për të diskutuar mbi një nga shtyllat më të rëndësishme të një shoqërie demokratike, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, të qytetarëve dhe forcimin e marrëdhënies së besimit ndërmjet qytetarit dhe institucioneve publike. Institucioni i Avokatit të Popullit ka një rol të pazëvendësueshëm në garantimin e respektimit të drejtave të njerëzit. Ai është një institucion ku qytetarët drejtohen kur ndihen të padrejtësuar nga administrata publike, kur kërkojnë të dëgjohen dhe kur kërkojnë që zëri i tyre të mos mbetet pa përgjigje. Përmes punës së tij të pavarur, ky institucion jo vetëm evidenton problematikat, por jep rekomandime konkrete për përmirësimin e funksionimit të administratës, rritjen e transparencës dhe forcimin e llogaritëdhënies. Raporti vjetor që prezantohet sot është një dokument me rëndësi të veçantë, pasi ai pasqyron jo vetëm punën e kryer nga institucioni i Avokatit të Popullit gjatë vitit, por dhe realitetin me të cilin përballen qytetarët në marrëdhëniet e tyre me institucionet e tjera. Ai na ndihmon të kuptojmë se ku kemi bërë një progres, apo ku janë sfidat që vazhdojnë të ekzistojnë dhe mbi të gjitha çfarë duhet të bëjmë më mirë për të garantuar një administratë më efikase dhe më përgjegjshme dhe më pranë qytetarëve. Gjatë prezantimit u bë ditur se takimet me qytetarët synojnë evidentimin dhe adresimin e problematikave që ata hasin me institucionet publike. Avokati i Popullit tha se pjesa më e madhe e ankesave të ardhura nga qarku i Vlorës lidhen me çështjet e pronës dhe të kadastrës. Sipas avokatit, zvarritja e proceseve për më shumë se 3 dekada, si dhe vonesat në proceset gjyqësore, i kanë bërë këto çështje edhe më të ndërlikuara, duke sjellë në shumë raste konflikte civile. Atëherë, sot jemi në kuadër të takimeve që u bëjmë në gjitha qytetet e Shqipërisë me qytetarët e Vlorës për diskutuar për problematika që ata kanë në lidhje me pushtetin publik dhe se si Avokati i Popullit mund të adresojë problemet që qytetarët kanë në raport me institucionet vendore apo institucionet qendrore që kanë zyra rajonale në Vlorë. Pjesa më e lartë e ankesave që na ka ardhur nga Vlora për vitin e kaluar, se ne kemi nxjerrë raportin ton vjetor, lidhet kryesisht me kadastrin, lidhet me të drejtën e pronës, lidhen me institucionet të cilat në fakt për 36 vitesh ende nuk po japin dot drejtim të kësaj problematike, ku ndërthuren institucionet publike, shtetërore, ku ndërthuret edhe puna e gjykatave, të cilat zvarritjet e proceseve gjyqësore kanë kopjavitur dhe më tej problematikën e të drejtës pronës, duke çuar pastaj në konflikte shpesh civile, por në disa raste dhe konflikte dhe problematika që shtrin një territor më të gjerë se sa disa familje. Avokati i Popullit theksoi se ky institucion ndërhyn kur qytetarët hasin pengesa në marrjen e dokumentacionit, kanë probleme me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës apo me institucione të tjera publike. Pas paraqitjes së ankesave zhvillohet një hetim administrativ dhe në rastet kur evidentohen shkelje apo abuzime nga zyrtarët publik, rekomandohen masa konkrete. Gjithashtu, u bë ditur se gjatë këtij viti do të shqyrtohen edhe propozimet për ndryshime ligjore me synim përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve. Roli i Avokatit të Popullit është në momentin që qytetarët shkojnë për të marrë një dokumentacion në DVSHK, apo kanë problematika me punën e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, apo kanë zvarritje të proceseve gjyqësore, ata mund të ankohen tek institucioni i Avokatit të Popullit. Ne fillojmë një hetim administrativ, kërkojmë të marrim më tepër dokumentacion. Në disa raste ku shohim që kemi zyrtarë që abuzojnë me pushtetin, rekomandojmë marrje masash ndaj këtyre zyrtarëve. Po përshkëpunojmë institucionet e drejtësisë që në raste që ka gjyqtar që sjellin zvarritje të proceseve gjyqësore jo për shkak probleme sistemike, por për shkak problemeve të tyre, mënyrës si ata administrojnë proceset gjyqësore, edhe në këto raste po bashkëpunojmë që të evidentohet dhe kjo të reflektohet në performancën e tyre të punës apo në promovimin e tyre të mëtejshëm. Kaq është kapaciteti dhe mundësia që na ka dhënë ligji.
por ajo që është shumë e rëndësishme është që në mos mbetemi vetëm te kjo pjesë, por mbetemi te kjo problematika sistemike. Ajo një dimension që ne Europikëm ta zhvillojmë këtë vit është që të propozojmë ndërhyrje ligjore aty ku është e nevojshme dhe të adresojmë gjykatën kushtetuese aty ku është e nevojshme për të zgjidhur probleme të cilat nuk burojnë nga keq administrimi i një zyrtari apo një drejtuesi vendor, po burojnë nga probleme sistemike, mënyra si është organizuar ndarja e pushteteve, si janë organizuar institucionet, apo në disa raste se sa burime janë alokuar institucioneve përkatëse.